Përshëndetje miqtë Novos, jemi së bashku sërish me dietologen tonë Yrida Basha. Përshëndetje Yrida. Përshëndetje Sonja, kënaqësi për mua të trajtojmë tema që njerëzit në fakt janë të interesuar gjithmonë. Kënaqësi gjithashtu, faktikisht në tema që kemi bërë së bashku ka pasur goxha interes dhe prandaj pse jo të vazhdojmë këtë episod së bashku. Episodi i radhës do të jetë mitet më të shpeshta që ne zakonisht dëgjojmë rreth dobësimit. Sepse fatkeqësisht akoma janë disa mite që kanë ngelur këtu në Shqipëri, por edhe në përbot që pse jo t'i sqarojmë së bashku. Sigurisht në përditshmërinë time me pacient dëgjoj shumë, edhe një ndër to është për shembull nuk konsumoj mëngjesin, konsumoj filan çaj në mëngjes se më dobëson, ose për shembull nuk e ha bukën, ose ha një herë në ditë, apo përdor ujë me limon, apo ha vetëm fruta, pra ose një javë bëj dietën me vezë, pastaj kthehem nga dieta me qofte, domethënë. Ka lloj mitesh dhe çuditërash që dëgjoj, por që nuk është se këtu e sollëm në formën e një batute, por problemi qëndron që këto sjellin një feedback jo pozitiv në organizëm, edhe vinë në një pikë të caktuar tek unë sa vërtet them, po tani çfarë të bëj unë, sepse ka ndodhur që metabolizmi deri diku është ngadalësuar në një pikë që është vështirë që ta rimari edhe një herë vetë, po përveç metabolizmit ka probleme tjera që lidhen me rënien e disa mikronutrientëve të rëndësishëm, si kundërshtë hekuri, apo jodi, apo elementë të tjerë bazik për funksionin ton, apo rënien e vitaminave të caktuara, dhe një ndër to është vitamina D, dhe ne shpesh e shohim si një vitaminë e cila gjithmonë është në deficienca apo pa mjaftueshmëri referuar gjithmonë analizave të gjakut të pacientëve tanë. Okej, atëherë le të flasim për një ndër mitet, le të themi, është e vërtet përdorimi i ujit me limon gjithmonë në mëngjes esëll për dobësim. Diçka që ne kemi cekur, por pse jo ta sqarojmë pak? Në fakt po, e kemi prekur edhe përsëri njerëzit vazhdojnë ta bëjnë, madje ka nga ata që thonë po unë e bëj këtë gjë, nëse jemi duke thënë mos e bëni, po jemi duke thënë që nuk po fitoni gjë, sepse trupi kur shton peshë nuk shton në mëngjes, në drekë apo në darkë, pra nuk ka një orar të caktuar ku indi dhjamor, le të themi prodhohet më shumë, dhe aq më pak nuk ka një orar të caktuar apo një ushqim të caktuar që e stopon këtë proces, sepse është proces që do të na shoqërojë deri në fundin e jetës. Pra, uji me limon në mëngjes mund të hidratojë, mund të ofrojë një pjesë të vitaminës C, mund të largojë toksinat e tjera, por absolutisht nuk ndikon fare në dobësim apo në shtim në peshë apo ku diun qëllimi për cilën janë duke e marrë. Përpos se mund të shkaktojë dhe probleme gastrointestinale tek personat që kanë ndjeshmëri të lartë ndaj saj. Pra, ajo që më çudit mua më shumë tek ata njerëz është fakti që vazhdojnë të durojnë gjithë simptomat që mund të shkaktojë uji me limon apo me uthull, vetëm të dobësohen, ndërkohë që nuk marrin masa për të ndaluar këtë situatë dhe për të rregulluar regjimin e tyre ushqimor. Pra, nuk ka logjik që ti në mëngjes ta pish ujë me limon dhe të vazhdosh gjithë ditën sipas dëshirave të tekave tua për të ngrënë, edhe të presësh tash që uji me limon të dobësoj. Pra, gjithçka që bëjmë duhet të ketë një farë logjike për çfarë bëjmë, çfarë po presim nga kjo, domethënë kush janë pritshmëritë tona. Tani në momentin që ti ha pica, sufllaqe, ku diun, croissant e tjerë, çfarë priti të bëj uji me limon në mëngjes? Po. Atëherë një pyetje tjetër që është shpesh e diskutuar, le të themi, e kemi dëgjuar si mica vërtet është që duhet të ndalojmë konsumin pas orës 6 të mbasdites për të dobësuar. Shiko, kjo çështja e mos ha pas orës 6, mbas orës 7, nuk është se trupi mbas kësaj ore fillon të shëndoshet. Por shumë njerëz ndoshta edhe abuzojnë me konsumin e darkës, pra konsumojnë një darkë me shumë karbohidrate të thjeshta, të rënduar, pa një ekuilibër të caktuar, dhe ndoshta në një farë formë është vënë në thonjza një farë rregulli që mos konsumon mbas kësaj ore, që të paktën trupi të ketë kohë të menaxhojë ushqyerjen. Po për mendimin tim nuk ka një orar fiks kur trupi shton apo humbet peshën, ëh. Ajo çfarë është e rëndësishme është çfarë ke bërë ti gjithë ditës dhe çfarë rutinë ushqimore ke ndjekur apo çfarë aktiviteti fizik ke bërë për të menaxhuar peshën tënde. Dhe kur flasim vetëm për peshën, do mos i referohemi vetëm kilogramëve, po cilësisë së kilogramëve, pra mas dhjam, mas muskull. Shumë njerëz vetëm shohin shifrat në peshor dhe alarmojnë o gëzojnë varësisht të rezultatit, po më vjen tani shpreha mos u gëzoj gëzuar, mos u hidhëruar, se mund ndodh që pesha mund të jetë brenda pritshmërive të tua, por ama masa dhjamore nuk është, dhe këtë zbulojmë gjithmonë nëpërmjet matjeve antropometrike. Ndaj krahas peshës që ti bën në shtëpi një herë në 2 javë apo një herë në muaj, se ka vetë fiksuar pas çdo vakti në çdo ditë që është një tmerr, e mira është që të bëhet një matje te specialisti, sepse kështu kuptojmë vërtet kompozimin trupor, që është shumë herë më i rëndësishëm. Thënë këtë, normalisht duhet të kemi parasysh që
asnjë vaktet kanë një orar të caktuar dhe mëngjesin e kemi thënë që është 7 deri në 9, është mesvakti parë ditë gjys 11, që është ai sneku që i themi, është dreka 12 deri në 2, pasditja 4:30, 4:30 varet nëse bëjmë apo aktivitet fizik dhe maksimumi 8 është orari ku ne konsumojmë darkën, ëh. Pra këto orare janë vendosur më tepër për t'i dhënë dhe një ritëm organizmit tonë, ashtu siç kemi një orar të gjumit, siç tek femrat është cikli menstrual, ashtu siç themi jashtëtitja duhet të jetë një herë në ditë dhe kryesisht në një orar të caktuar, pra një lloj ritmi. Sa më ritëm të ketë organizmi, aq më mirë përkthen ai informacionet që ti i jep dhe aq më mirë jep ai feedback-un ndaj ngacmimeve pozitive apo negative që i ofron, qoftë me gjumin, ushqimin, stresin etj. Pra nuk është që ka një orar specifik, le të themi. Ishin duke diskutuar për pjesën e orareve, ose më sakt, sa më shpesh që të konsumojnë, pra këtë doja bëja si pyetje, sepse ka njerëz që thonë që unë konsumoj vetëm një herë në ditë dhe prap nuk po bie dot nga pesha. Të konsumojmë më pak është njësoj gabim sikur konsumojmë më shumë, që do të thotë për sa kohë nuk i ofron atë ritmin që thash, për sa kohë nuk i ofron përmbushje nevojash organizmit tënd, qoftë me nutrient, qoftë me total ditor të energjisë, sigurisht që metabolizmi bazal do të bjerë. Çfarë është ky termi që shpesh e dëgjojmë? Metabolizmi bazal është sasia e energjisë që i duhet një individi për të funksionuar edhe në gjendje pauze. Praktikisht kur jemi në gjumë, trupi vazhdon të funksionojë, por me një ritëm më të ngadalësuar. Ky kapacitet energji është 60 deri në 70% i totalit të nevojave ditore për energji. Pjesa tjetër, ti duhet ta shpenzosh ose ta shfrytëzosh për aktivitetin ditor, për aktivitetin fizik, për aktivitetin intelektual dhe një pjesë e saj mbetet si rezervë energjie. Çfarë ndodh kur ne konsumojmë 5 herë në ditë sipas rekomandimeve? Trupi plotson nevojat për energji. Po kur flasim 5 herë në ditë, jo 5 herë në ditë patatina, 5 herë në ditë ushqim të balancuar po flasim. Dhe kur bëjmë këtë, atëherë ne plotësojmë këtë 100% për cilin kemi nevojë, që mund ta kemi 1600, 1800, dikush 2000 etj. Me radhë varësi të gjinisë, aktivitetit fizik, fiziopatologjisë etj. Por po marrim X, po shënojmë me X ose me 100%. Në momentin që ne konsumojmë pak ushqim, ky 100% nuk arrin të plotësohet, sepse ty të duhet 60-70 për këtë metabolizmin bazal dhe pjesa tjetër për aktivitetet e tjera. Për sa kohë ti ha pak ushqim, logjikisht trupi nuk i plotëson dot të gjitha këto nevoja dhe çfarë bën? Fillon të marr energji nga kjo banka që ne quajmë metabolizmi bazal, por nëse ti e bën gjithmonë këtë gjë, atëherë ky do të fillojë të ngadalësohet, të ul. Si do ulet ky? Do ulen funksionet e tua. Pra një telefon kur është drejt fundit të baterisë, ka dy rrogot, ta vendosësh në karikim dhe ai të vazhdojë funksionet normale, ose ai do të kalojë në save energy mode dhe do të uli funksionin e disa aplikacioneve. Pra nuk është më i shpejt njësoj. Dhe njëjta gjë ndodh edhe me organizmin ton. Dhe sa më pak të hamne, aq më shumë ulet metabolizmi bazal dhe aq më shumë gjasa kemi ne për të vendosur dhjam total në trupin ton dhe kryesisht në zonën e barkut, se vjen dhe si pasojë e sedentarizmit. Kështu që ha më pak për të dobësuar është totalisht jashtë mode dhe s'ka qenë ndonjëherë në modë përveç disa personave të cilët kërkojnë të ofrojnë rezultate të shpejta te klientët e tyre. Personi që vjen për humbur peshë nuk është klient, është pacient. Dhe që ti ta marrësh përsipër, duhet të kesh një kapacitet intelektual apo akademik profesional për ta trajtuar, sepse rënja në peshë nuk është thjesht disa shifra, është metabolizëm, është biokimi, është fiziologji, është patologji dhe jo më kohë tashmë obeziteti konsiderohet një patologji, një sëmundje, pra do shënohet si diagnozë tashmë. Kështu që si mundet dikush të dalë dhe të ofrojë një dietë hipokalorike, pra me kalori të pakta apo fasting, që duke bërë stil jetese, kur ti nuk ke marrë parasysh gjithë nevojat e këtij individit apo si është ky individ dhe çfarë po humbet. Sepse krahas energjisë nuk, domethënë krahas, mirë thash, energjisë ne humbasim edhe nutrient. Pra nëse ti ha pak apo një herë në ditë, nuk ke mundësi ti ofrosh vetes mineralet, vitaminat, acidet yndyrore, të gjithë nutrientet e rëndësishëm për organizmin. Kështu që duhet marrë parasysh edhe vetë individi duhet të di ku të shkojë dhe pse po shkon diku, çfarë po kërkon. Pra duhet të bëjmë ato objektivat smart që zakonisht themi, çfarë po kërkojmë ne dhe për sa kohë po e kërkojmë ne. Pra duhet të jetë tamam specialist në fushën cilën sigurisht. Ndonjëherë njerëzit shkojnë mbas një çmimi të caktuar, shkojnë mbas një rezultati që sot është shumë e lehtë për ta modifikuar në rrjetet sociale, por gjithçka duhet të ketë një bazë mbrapa dhe baza kush është? Çfarë humbëm në këto 10 kg të reklamuara me sponsor? Çfarë është humbur? Është humbur djam, është humbur muskull? Thuhet humbasim 10 kg për një muaj, por dalë mos zotëri, se ti 10 kg nuk i morë për një muaj. Kështu që logjikisht dhe trupi do kohën e vet për ndryshime. Dhe nëse e bën shpejt, atëherë ki parasysh që këtu kemi edhe muskull të humbur. Pra që mund të ketë si efekt ansor, le të themi. Absolut. Atëherë të konsumojmë ujë gjatë periudhës së
konsumimi të drekës, të darkës, po. ose çfarë do lloj periudhe që jemi duke konsumuar ushqim të shëndosh. Sa e vërtetë është kjo? Uji është i vetmi lëng dhe ushqim që nuk ka kalori, është 0 kalori, sepse nuk përmban makronutrient. Uji përmban vetëm kripra minerale, pra nuk ka karbohidrat, proteinë në ndyrë që të shpërbashkohen dhe të na ofrojnë energji. Një tjetër mit ky nga specialistët e ditëve të sotme që rekomandojnë që po, je shëndoshur ti se ke pirë ujë gjatë ditës ose gjatë vaktit. Nuk ka se si të shëndosh ujë. Uji maksimumi krijon rritje të volumit në stomak. Pra, duke u mbushur stomaku me ujë, logjike që ti nuk ke më dëshirë për të ngrënë. Por pas pak kohësh, këto receptorë që din të llogarisin thonjza sa karbohidrat umor, sa proteinë umor, sa yndyrë umor, fillojnë të kuptojnë që nuk është marrë se duhet dhe do të duhet t'i japin përsëri ndjesin e urisë, pra të oreksit, dhe ti fillon hap prap. Por jo se të shëndosh uji. Uji nuk shëndosh. Nëse të fryn uji, atëherë ka diçka që nuk shkon me zorrët e tua, dhe themin edhe uji kur pim fryme dhe ajër kur marrim fryhemi. Ky është problem që ndodhet në zorr pasaj, në disbioz, në diversitetin e saj dhe në numrin e mikroorganizmave që ndoshta nuk janë të dur ose ka patogjen të cilët dëmtojnë statusin e florës intestinale. Po vjen dhe për qeshur tani sepse sa herë isha tek gjyshja, gjithmonë më thoshte që mos e konsumon gjatë drekës, sepse të shëndosh dhe gjithmonë e konsumonte një orë pas vaktit të ushqimit. Po çfarë të bëjmë kur të mbytemi? Dhe na ka ngelur kështu kjo tani, po që unë se dëgjoj asnjëherë gjithsesi. Jo, në këtë rast pra, të shëndosh apo jo ujë është jo. A do ishte më mirë të konsumoje gjatë vaktit? Mirë është ta shmangim. Por megjithatë, para vaktit dhe pas vaktit sigurisht është mirë të konsumohet, sepse edhe e zbut ushimin, jep më shumë mundësi organizmit që ta bëj procesin e tretjes më me ngadalë. Thjesht rrit volumin. Pra, normalisht stomaku ka një kapacitet të caktuar. Nëse ti je mbush me ujë, sigurisht nuk do ketë më vend për shumë ushqim. Por jo sepse ky të dha energji dhe kalori. Uji nuk jep energji, por ofron energji nëpërmjet mënyrës se si vepron organizëm. Pra nuk shpërbashkohet për të na dhënë energji. Atëherë një mit tjetër, ëmbëlsirat pas vaktit të ushqimit, do të thënë ëmbëlsirat pas ushqimit të shëndoshin. Ëmbëlsirat të shëndoshin gjithmonë nëse ti je te pronë dhe nuk të shëndoshin as pak nëse ti di të ruash një ekuilibër të caktuar. Edhe përpara se të futeshim podcast, lindi kjo historia e mhahet një ëmbël, smaret një ëmbël. Vajzat kryesisht të drejtuara nga hormoni estrogen dhe herëherë disfavori dhe nga progesteroni e kanë më shumë tendencën për të kërkuar të ëmbla. Pra një toksinave, lodhja, stresi, ankthi, pra ka shumë sindromi paramenstrual e favorizon një femër mërë, pra një grua për të kërkuar më shumë të ëmbla, jo më pak një mashkull. Por problemi që ndron tek ne, pra truri kërkon të ëmbël, nuk kërkon një ushqim. Se kërkon të ëmbël gjithmonë pas ushqimit dhe mua më ndodh kjo me raste, domethënë çfarë? Unë mendoj që ky është një zakon, nuk është një sinjal, është një zakon, sepse mund të jetë sinjal një herë, 2 herë, 3 herë. Pra, ku diun, s'ke marrë mjaftueshëm karbohidrat, jemi i lodhur, jeni eufori, ka diçka. Por nëse është gjithmonë, nuk kam mendimin që është një ritual. Se unë dëgjoj shpesh që thonë, unë pas çdo dreke dua se s'bën një ëmbëlsirë. Unë mendoj që është krijuar një formë rituali që në vegjëli, që na jepnin gjithmonë si në formën e një shpërblimi. Haj gjithë pjatën se do të jap një ëmbëlsirë. Dhe kam idenë që është kështu. Pra, nga ana fiziologjike nëse i futemi, po themi, mund të kemi ndonjë lidhje me kortizolin e tjerë, por nëse bëhet kështu në mënyrë të vetëdijshme, që unë e dua se s'bën, unë nuk besoj më që është më një kërkesë e organizmit. Është kërkesë personale. Është kërkesë personale, po siç edhe kam dëgjuar që frutat mbas ushqimit të shëndoshin. Një tjetër budalli ky, jo të fermentojnë më shumë, jo të fermentojnë më pak, pra idiotësira të çdo lloj tipi dhe një ndërtosh edhe kjo e frutave, ndërkohë që ne e rekomandojmë që ti frutën mund ta kesh dhe një aksesor në një sallatë. Pra, nëse kemi sallatën jeshile apo spinaq, po ti i hedh pak moll apo i hedh 2-3 fije feta mandarin apo sheg apo diçka tjetër. Si të fermento ka. Brenda sallat nuk fermenton, jashtë sallatit fermenton. Prandaj si do pësuar këtë herë se ke. Pra, janë disa gjëra që dalin jashtë logjikës dhe jo, frutat mund t'i konsumojmë kur të duam ne, të abinuara me çdo gjë, para dreke, para pa dreke, s'ka rëndësi ka të mos kalojmë raportin që është rekomanduar. Pra, rreth 400, 450, 500 gram fruta në ditë, që i bie rreth 4-5 porcione fruta. Se çdo gjë e tepruar normalisht. Po sigurisht, patjetër. Ta jep atë efektin. Atëherë është më rëndësishme sasia e kalorive apo cilësia e ushqimit? Pyetja shumë e bukur. Sigurisht që ka rëndësi më shumë cilësia e ushqimeve. Flitet shumë për kalorazhin, kalori, kaq kalori, këtej është kalori, hiq kaq kalori, deficit kalori. Njerëzit rrinë dhe me peshore tani, peshojnë drekën darkë, mua më duke shumë stresuese personalisht. Absolutisht. Që 3 gjithkohës të mendosh sa kalori po konsumon. Dietologu duhet të jetë një psikolog.
Pra, ti duhet të veshësh rrobat e pacientit. Nëse ti nuk kupton dot mundësitë e tij ekonomike, sociale, mbështetjen a e ka nga familja apo jo, kufizimin në kohë, ti nuk mundesh dot t'i thuash atij bëje kështu strikt se po dole ti nga dieta bëhet nami. Jo, nuk bëhet nami. Absolutisht që nuk bëhet nami dhe patjetër që nuk mund të rrim duke numëruar kalorit. Hiqeni kalorazhin nga mendja. Nëse ti numëron kalorit do harrosh numërosh nutrientët. Në fund të fundit, pse duhet ti numërosh kalorit? Ti numëro çfarë nutrientësh i duke ofruar. Dhe unë po marr një shembull banal dhe po them, 100 gram brokoli na ofron rreth 30 kalori. Po. Ndërkohë një kup karamele mund na ofroj 300 kalori. Tani, tjetë për kalorazh, hajde po ham karamelet. Por ama, ky brokoli vërtet na ofron rreth 30 kalori, që është shumë pak për nevojat po ta zëm të totalit të ditore energjisë. Por të mos harrojmë që ky brokoli në këto 100 gram ka sasi të larta të magnezit, ka sasi të larta të kaliumit, ka sulforafan, ka antioksidant, etj. Pra, ky thesar i mikronutrientëve dhe nutrientëve në tërësi për 100 gram është shumë herë më i rëndësishëm se sa numri i kalorive për 100 gram. Dhe po ashtu, një fet tort apo kek mund të përmbajë shumë kalori, por nuk përmban asnjë prej nutrientëve që nxit reaksionet energjike, që nxit enzimat, që rregullon toksinat, që ndihmon mëlçin e të tjerë. Ofron sheqerna të thjeshta, ndërkohë që brokoli na ofron një karbohidrat kompleks, apo një panxhari apo diçka tjetër, ose u fiksova me brokoli, por çdo lloj perimi tjetër. Pra, përfundimisht, ajo çfarë ka rëndësi nuk është numri kalorive, por numri nutrientëve që përmban një ushqim për 100 gram. E ushqimit që vendos. Po. Çfarë do t'i sugjeroj ti, se unë gjithmonë ta bëj këtë pyetje në çdo lloj tematike të ndryshme, por që mendoj që është shumë e rëndësishme dhe sugjerimi i dietologës për një person që dëshiron që të bjerë nga pesha dhe nuk di se si t'ja nisi, ose nuk e ka atë motivin. Do të thotë, do t'a nisun pak më vonë, ose ja të kaloj dhe ca muaj. Ja të kaloj dhe baklavaj. Ja të kaloj dhe viti i ri. Po. Çdo moment është çasti i duhur. Pra nuk ka një datë të caktuar kur është momenti i duhur për të nisur një regjim. Dhe nëse nisesh me idenë që do bësh një dietë, sigurisht që do të lodhi ideja, por nëse nisesh për të bërë një regjim, ku ti do t'i ofrosh vetes tënde ushqime të cilat nuk të privojnë nga shija, por as nuk të privojnë nga dalja, pra me njerëz, me miq e tjerë, sigurisht që do ta kesh më të lehtë situatën për ta menaxhuar. Dhe nuk është e rëndësishme që të nisesh direkt me ndryshime të mëdha, çdo ditë nga një ndryshim të vogël. Për shembull, nëse sot ti ke ngrënë bukë të bardhë, fillo nesër zvendçoje me bukë të zezë. Nëse ti ke pirë një paketë cigare, fillo hiq 1-2, sigurisht që unë do them hiqe sot. Por, ama duhet ta kuptojmë në anën psikologjike. Nëse ti ke pirë një shishe verë gjatë javës, pi një gotë gjatë javës. Po. Nëse nuk parë ndo, pra, fillo bëj ngadalë. Nëse nuk e bërë fare aktivitet fizik, fillo me 30 minuta ecje. Dhe pastaj ti do apo nuk do, trupi do filloj të ta kërkoj ty këtë lloj regjimi deri në pikën që trupi dhe ti jeni bashkuar në një pikë përbashkët që është mirëqenia edhe patjetër stili i dur i jetesës. Nuk bëhen me njëherë gjërat, sa më shpejt, edhe pse konsiderohen sjellje pozitive, në momentin që ne fillojmë direkt aktivitet fizik, palestër, me ushtrime, me pesha, ku diu me forcë etj. Direkt edhe regjim ushqimor, truri do ta perceptoj si stres dhe do të lëri. Do ta lëri një afat. Dhe shumica e njerëzve prandaj dështojnë, sepse hyje nisin me vrull të madh dhe ngecin. Kurse kur ti nis gradualisht, unë edhe pacientët mi u them, mos e nis tani palestrën. Po. Krahas regjimit fillo ecje. Fillo ku diun yoga, diçka që është më qetë, më lehtë. Dhe pastaj kur ti të kuptosh se ti fillon e do veten, të pëlqen, vesh një palpandall. Dje për shembull kam patur një zonjë që ishte edhe me një sindrom shumë të rrallë, që në 2010 është zbuluar si sindrom, dhe janë vetëm 7 veta në botë, është sindromi Clippers, flasim një herë tjetër për këtë. Gëzova kur më tha kam veshur këto xhinset që kisha 4 vite që i mbaja, tha, sepse priste do të thënë e dia që s'do dobësosh akurta se më qullonin dhe shtatzanit njëra pas tjetër, po sidomos edhe me këtë tha që më duhet marrë dhe kortizonik pafund e tjerë, thash nuk kam për t'i vesh kurrë. Edhe thash ta provoj një herë, dhe domethënë un kam ndier gëzimin njësoj si ajo, sepse unë kuptoj sakrificën e një individ, thash më tepër një grua që gjithmonë do të jetë e bukur, e veshur etj. Kështu që prandaj them që përpara se të japim udhëzime, duhet ta mendojmë dhe të jemi pak a shumë edhe në rolin e pacientit, por edhe duhet vetë ne si njerëz, pavarësisht jemi apo jo të dietologu, duhet të kuptojmë që nuk mund të bësh ndryshime të menjëhershme. Gradualisht që edhe trupi të fillojë të përshtatet me ndryshimet.
Zakonisht për persona që mbajnë këto regjimet ushqimore, nuk po them këto regjimet ushqimore strikte, e rekomandojnë të paktën një ditë të javës të jetë si cheat day. Sa i sugjeron ti këtë Yrit, për shembull, që le të themi të kemi atë ditën tonë kur na haj diçka ëmbël ose një diçka që e preferojmë. Në fillim e aplikohet te fëmijët këtë, duke qenë që fëmijët e kanë më të vështirë për të qenë strikt të një regjimi, kapen pas një shpërblimi etj. Gjithmonë nëpërmjet komunikimit, jo në formën e shpërblimeve, sepse në momentin e shpërblimit si fëmija dhe i rritur i fillon një ditë edhe zhgënjehet, por nëpërmjet komunikimit ti bien marrëveshje që një ditë ne do ta kemi çfarë të duam. Por kur bëhet kjo? Domethënë ti je bindur që në momentin që ja ke dhënë këtë lloj lirie, ai vet ka filluar ta ketë frikën dhe normalisht e kontrollon. Dhe e rekomandoj, sepse jo vetëm që nuk bën dëm, por realisht trupi ti bën mirë, që një herë të dal nga kornizat, ajo çfarë ka rëndësi është çfarë do bësh ti nesër, mos vazhdo të dalësh përsëri nga kornizat, po të futesh në atë regjim që është i balancuar, jo i kufizuar. Pra sa më i kufizuar ti të regjimi, aq më shumë do të duash ti të dalësh fshehur as nga limitet. Kështu që më mi lëre një ditë, a individi sa do haj, një pitë sotër se ha dot. Sepse do hormoni lipin ka filluar të reagoj, trupi është mësuar, stomaku ka filluar të kuptoj raportet, casit, pra nuk e bën dot më. Por në momentin që ti thua jo mos e bëj, edhe ne po të na thuash mos shko aty, po dale çakat, shkoj një herë ta shoh. Je kurioz. Kështu që edhe puna, nëse unë edhe mos e ha, vet truri, sepse truri ka rol mbrojtës në tërësi, dhe normalisht e ka më kollaj të gaboj se sa të logjikoj për të mos gabuar. Kështu që kjo është e gjitha. Ka ditë të cilat janë të rekomanduara për të qenë bëni çfarë të doni. Të kalojmë pak të një pikë që mendoj që është goxha e rëndësishme, stresi sa ndikon tek mbipesha. Është një ndër faktorët që ndikon jo vetëm në mbipeshë, por në shumë patologji, por patjetër tek mbipesha sepse lidhet kryesisht me prodhimin nga gjëndrat mbiveshkore të kortizolit. Pavarësisht se kortizoli është, ne konsiderojmë hormoni stresit, në një farë mënyrë është mbrojtës, sepse nëse ne nuk do kishim kortizoli, nuk do dinim të menaxhonim energjinë. Pra në një mënyrë automatike, në raste paniku, ankth etj, energjia do të binte në zero direkt si një bateri që shkarkohet në mënyrë emergjente. Pra kortizoli le të themi që është një ruajtës i energjisë në organizmin tonë dhe patjetër që edhe menaxhon situatat. Por sa më shumë ti jeti detyruar trupi ta prodhoj atë, aq më shumë rritet niveli i sheqerit në gjak, aq më shumë ndihemi ne të lodhur, aq më shumë vendoset djam në zonën e barkut, na duam gjumë apo në rastin tjetër ekstrem nuk duam gjumë, kemi probleme me tretjen etj. Kështu që harrova fare pyetjen. Të thashun sa ndikon stresi tek mbipesha. Po. Dhe si logjik, sa më shumë prezantuar të jemi ndaj stresit, aq më shumë gjasa kemi të fitojmë peshën. Plus që ka individ që e manifestojnë stresin me ushqim. Pra ka individ të cilët e kanë ushqimin një formë ngushëllimi apo largimi nga stresi nëpërmjet ushqimit. Dhe kjo nuk është gjë pozitive, sikundër ka të tjerë që nuk han fare, por nëse stresi është për një kohë të gjatë dhe persistent, logjikisht këta fillojnë edhe futen në dieta hipokalorike që ne e shpjeguam në fillim çfarë ndodh me metabolizmin bazal dhe vendosjen e dhjamit në trup. Doja të thoja, domethënë dhe sepse ka persona që konsumojnë mirë ushqim, nuk është që abuzojnë me ushqimin, por prap në momentin që kanë stres, prap nuk bien dot nga pesha. Po sepse është një frenues kortizoli. Prap si faktor kryesor, përveç ushqimit që ti mund të ushqesh shumë mirë, ideja është që të kemi edhe një mendje të qetë, të bëjmë edhe një gjumë të mirë që të jenë gjithë ta faktorët bashkë, që ndihmojnë për pjesën. Kortizoli është një frenues, edhe duke qenë hormon, sigurisht nëse le ta konsiderojmë hormonet si një zinxhir, si një bosht. Sikur një hallkë e vogël apo një segment i këtij boshti të jetë duke çeduar, sigurisht sinjali do të shkojë kudo. Ndaj është e rëndësishme edhe këto seancat e mindfulness apo konsumi një çaj i cili është relaksues, meditimi 5 minuta, largim, pra të gjejmë disa mënyra që mund të na ndihmojnë për momentin, sepse gjithë jemi të ekspozuar ndaj stresit, është i pashmangshëm, gjithë problemi qëndron si ne reagojmë ndaj tij dhe si e menaxhojmë. Rita, të falenderoj shumë që ishe pjesë e podcastit, edhe shpresoj me tema sa më të bukura në podcastin e radhës. Me kënaqësi. Bye.